Kjo është përditshmëria e familjes Hykollari në fshatin Gështenjas të Pogradecit. Familja prej 3 antarësh të larguar nga zona e Mokrës jetojnë brenda kësaj banese të ndërtuar me tulla balte, siguria e së cilës nuk dihet. Ata flen dhe zgjohen me frikën se muret do shemben e do i zëm poshtë, pasi amortizimi dhe lagështira e kanë bërë banesën të pabanueshme. Fetahu, kryefamiljari, tregon se nuk ka mundësi të rregullojë vetë banesën, pasi është i papunë. Nuk mund të punoj për shkak se një rëndor e ka jashtë funksionit si pasojë e një aksidenti që ka pësuar vite më parë. Kur i mora pa plasaritu, pa bërë, po rëshqiti vendi, nga minët e pati nuk e di një diçka e këtiu, nuk ja kam dalë dot me zorë shumë, jam pa punë, se s'punoj do të krah. Jetojnë vetëm me 115.000 lekë të vjetra në muaj dhe llogaria nuk ju del për të ngrënë dhe paguar faturat, pasi për të investuar në banesë as nuk bëhet fjalë. Vështirë, s'kemi asgjë, zdarin as për gjyra as për të ngrënë. Po këtu do vim, këtu vim. Edhe fqinjet apelojnë se ata duhen ndihmuar. Situata e tyre është alarmante dhe i friksohen shembjes së banesës, e cila mund t'i vrasë në të ardhmen. Ata janë një gjendje shumë të dobët. Nuk munden, janë të dy që nuk janë të saktë për punë. Banesa ka qarje të forta si brenda dhe jashtë saj. Lagështira ka përfshirë themelet, ndërsa varfëria e tejskajshme dallohet në çdo cep të ambienteve. Kjo familje sot apelon për ndihmë nga kushdo që ka mundësi, të paktën për të shpëtuar nga rreziku i shembjes banesën e tyre, në mënyrë që jetesa në të mos kthehet në një tragjedi.